Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Dhe të miqtë të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri dhe kudo në botë. Ky është episodi joni 76. Unë jam drejtuesi i emisionit Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur gjithë ju miq që na ndiqni. Unë jam shumë mirënjohëse që jemi bashkë në një episod tjetër. Falenderoj gjithë ata që i kanë parë videot tona dhe na mbështesin, dhe ju ftojmë që të vazhdoni ta bëni këtë. Ne i publikoj videot në YouTube, po dhe në kanale të tjera, Spotify, Apple Podcast, si dhe në rrjetet sociale. Kështu që nëse s'e keni bërë akoma, ju ftojmë që të bëni subscribe. Po, dhe nëse ju keni dëshirë të merrni pjesë, ne mirëpresim të gjithë ju. Nëse ju jeni antar, misionar të kthyer, jemi shumë mirënjohës nëse ju mund të na komunikoni që të merrni pjesë. Detaje në lidhje me këtë do të ndajmë në fund të episodit, por mos harroni që mund të na kontaktoni dhe në rrjetet tona sociale nëse keni dëshirë të merrni pjesë ose njihni dikë që donte të merrte pjesë në podcast. Okej, pa humbur kohën, Enida, mund të na bësh prezantimin e të ftuarit tonë të radhës? Po patjetër, me kënaqësi. E ftuara jonë e radhës quhet Adivie Kasa. Ajo është me origjinë nga Peshkopia dhe aktualisht jeton në Vidhe, Elbasan. Është pagzuar më 22 maj të 2011-s. Është një moment që shënoi dhe fillimin e një rruge të thellë dhe të re besimi dhe përkushtimi shpirtëror në jetën e saj, me arsimim nëntëvjeçar dhe përkushtuar ndaj jetës shtëpiake dhe familjare. Adivia gjen kuptim dhe paqen në thjeshtësinë e përditshmërisë, veçanërisht përmes punëve të dorës, që ajo i ka pasion dhe i shikon si shprehje të durimit, qetësisë dhe dashurisë për punën e ndershme. Ajo jeton me përulësi, ndershmëri dhe respekt, duke ndërtuar jetën e saj mbi vlera të forta shpirtërore dhe njerëzore. Adivie, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit që pranove këtë ftesë. Adivie, është një kënaqësi që të flasim së bashku. Nuk i njiheshim para kësaj, edhe besoj që deri në fund të këtij episodi të mund të mësoj diçka rreth teje, ashtu si të dëgjuesit tanë që na dëgjojnë. Para se të filloj me pyetjet, unë po dëgjoja emrin tënd dhe pak a shumë po reflektoj që nuk e kam dëgjuar asnjëherë këtë emër, më duket shumë i veçantë. Mund të na thuash pak në lidhje me këtë emër, që kush ta ka vendosur dhe çfarë domethënie ka? Unë e di që më ka vendosur gjyshi im, që kam sjellë në fotografi që ka dalë me babin, se po këtë emër unë nuk e di, po më ka thënë ka një diçka. Kanë klikuar në atë, por nuk e di se për çfarë flitet për emrin tim. Me fjalë, por me të vërtetë e di që e kam të veçantë dhe shumë pak kam dëgjuar në këtë emër tim. Por e di që më ka vënë gjyshi sepse kam pasur një gjyshe, një nanë e tyre me emrin tim. Interesant. Nuk jam futur shumë detajeve. Do të thënë është gjyshi që të ka vendosur apo jo? Është gjyshi, jo, është babi im tani këtu me 2 vëllezërit e mi. Këtu kanë ndalur në kohën kur kemi qenë të vegjël, se sot ato janë të rritur të madhor, por këtu është babi im. Gjyshi është me babin që ka dalë. Po. Është babi me 2 vëllezërit e mi. Po, sa më pëlqen që këto kujtime kaq të bukura, fotot që ju keni bërë para shumë vitesh, akoma mbahen si një thesar, dhe sa tani më çdo gjë është digjitale, domethënë që nuk është se mund të humbet shumë shpejt apo të ketë këto si thua njollat e veçanta. Më duket shumë e veçantë kjo. Të pëlqejnë fotot, Adivie, e mban kujtimet shumë? Të mbaj shumë kujtimet, vajtat e vllai të babit, shtëpia babit, dhe thash, a kemi fotografi që kemi pasur përpara, kam pas edhe akoma më shumë, por nuk i gjenin ato se ku i kanë bërë shtëpiat e reja dhe janë ajde si pa vlerë, po këto kanë shumë vlerë, nëse ti i mban dhe i ke në kujtim, i mban
në bllokun e fotave, sepse kujtimet e vjetra janë shumë t'japin nostalgji, t'japin një kujtim të papar, nëse e kujton, nëse unë për vete nuk kam foto kështu të vogël kur kam qenë e vogël dhe unë për sot si jeta i mora dhe thash të hipja t'ja sot i foto. Po, shumë faleminderit që ndave këtë me ne. Le të flasim tani pak për vendlindjen tënde. Na tregove pak që ti ke lindur në Peshkopi, po fëmijërinë tënde e ke kaluar aty. Mund të na flasësh pak për vendin, nëse të mbajt mend si ka qenë fëmijëria jote aty? Po, mbaj, kemi qenë në familjen tonë kemi qenë shumë njerëz, sepse kemi qenë gjyshat, babat, mamat, kunatat me mamin, me fjalë, fëmijët e kunatës, kanë qenë 3 kunata bashkë dhe kanë bashkëjetuar të gjitha bashkë. Kemi qenë shumë si fis në fshatin tonë, në Peshkopi, në fshatin Mustafi, është fis i ngjushëm, i respektueshëm, u mbante për detaja përpara se ka pasur pak fjalë bakti, se ishte ai që kishte baktin atë kohë, ose që kishte diçka që u pyetshin pleqt më përpara se vllai i madh ka emrin e së gjyshit. Dhe e kanë lënë si trashëgimi emrat që mos ta harrojnë, Xhafer e quajnë së gjyshin ton. Ai u vishin e pyetshin gjithë fshati për t'i dhënë një mendim për diçka të mirë ose për të ndarë që kanë pasur dhe hasëmni për shembull. Ai shkonte dhe i pajtonte njerëzit, duke ditur që pajtimi është gjëja më e bukur, gjëja më e mirë. Dhe ai u merrte si një plak i ditur dhe duke dhënë detaje, duke pajtuar ato gjaqet që ishin larg, me fjalë që kishin hasëmni, mund të kërkoshin diçka tjetër, për shembull, por ai i ndihmonte që të bashkoheshin, të pishin kafe, të jepshin dorën njëri tjetrit, dhe kjo na bënte krenar neve si gjak ose si fis, sepse kemi qenë shumë si fis në atë fshat ku kemi jetuar. Shumë bukur. Më pëlqen këto kujtime që akoma ti mban mend, edhe ato si thua memorit që të ke kaluar në një vend, ndoshta edhe jo shumë të zhvilluar, por ju të paktën keni pasur ato si thua kujtimet e bukura që kaloni me njëri tjetrin. Mund të na shpjegosh pak edhe si çfarë ndodhi, domethënë që ju lëvizte nga Peshkopia pasaj në Elbasan? Sepse babai punonte rruga Urën, dhe rruga Ura, rrugët që janë ndërtuar në gjithë Shqipërinë, babai ka qenë pjesëmarrës në atë rruga Urë, dhe ai tërhiqte ndërmarrja, nga do që të shkonte për shembull, dhe shkonte babi mas punës. Pastaj kemi ardhur në Balës, në rrethin e Elbasanit, me familje. Kemi ndëjtur atje pak kohë, pastaj u shkëput babi sepse filloi punë në fabrikën e çimendës që ka qenë në Balës. Edhe erdhi tek në Bradashesh, fabrika tullave, me shtëpi aty, sepse aty prap filloi punën babi si minator, duke qenë afër argjilës, se ka qenë një argjilë aty që u merrte që bëhej çimenta. Dhe aty pastaj kemi kaluar akoma më shumë kohë. Shumë bukur. Ative të mbahet mend domethënë ndonjë mësim që ti e çmon shumë nga familja jote për jetën e respektin që ti akoma mban edhe sot, domethënë çfarë kujtimi ti mban nga rritja që prindit e tu patën ndaj teje si një fëmijë? Unë mbaj shumë, sepse isha shumë kurioze kur në familjen tonë vishin njerëz pleq më shumë. Unë rria aty dhe ndëgjoja, edhe pse isha e vogël, kisha qejf të dëgjoja detajet që ato thoçin, pritjen që bëshin për njerëzit që vishin, fliteshin për atë një person që vit në familje, ky është filani, ky është me këtë drejtim, ka këtë. Dhe unë isha shumë kurioze, të dija akoma më shumë, kur ato fliqin shumë gjëra. Në kohën para se të kaloj një shtet
me fjalë me këtë se që jemi tani, ka qenë përpara koha e Enverit apo koha, por ne kemi që pasur atëherë ka qenë Haxhilleshi në Tiranë, edhe ai ishte Dibran dhe i mori tërhoqi shumë nga ne na Dibra dhe i çoi kudo ai i donte. Dhe babi ka qenë sepse së gjyshnit e babit ikën u larguan, ikën në Amerikë në atë kohë që u bëje si persekutum dhe nuk na lishin detaja që në të ecshim përpara, sepse u qushin si të përsekutuar dhe na çoshin por babi duke me atë dashamirësinë, gjyshin ato dhe i than ato me të vërtet ikën, por nuk ikën se ishin keq. Ato ikën, e lanë sofrën plot, nuk po ikin, po ikin për ma mirë, në jetë më të mirë. Ato që ikën jashtë, që kishin këto goca çuna daje, gjyshe, së gjyshet më përpara, kanë ikur në Amerikë, dhe sot ato nuk jetojnë, por kishin një diçka që kanë ikë ato në Amerikë, por shteti jonë quante si përsekutuar dhe nuk dishin shumë detaja të futeshin në një punë që siç ishte babi im minator, thonë ai ka atë kapsollet, ka ato do na hedhin ner fabrikën, do na hedhin ner gjithçka, por babi dhe Haxhilleshi që foli atëherë me këto të gjithë, jo, me atë familje mos krijoni këtë detaj edhe se këtë keq kuptim, sepse ato janë familje e ndershme, janë familje pavarësisht se ato kanë ikur, por na ndihmoi shumë në foljen e vetë Haxhiut që na forte atëherë që ishte dhe pastaj u kriju besimi duke e mbikëqyrur babin në çdo detaj që bante, çdo punë që bante, aty nuk i lejoshin të merrte ashtu kapsolle apo llokuma, po si ishin ato kapsolle fitilat apo sepse bëshin mina, po minat që të hidhje ner do të një njeri që t'ishte, por e vunsi në provë babin, a do bëj diçka të keqe, ishim si në kontroll. Na ndëgjoshin, ishin ndëgjime rreth e qak shtëpisë, se çfarë flisnim ne në familje, kupton? Por faktikisht nëse kishim atë fare atë babi apo ato, pastaj u bindën se kush është babi dhe e lanë të vazhdonte punën pa asnjë lloj kontrolli duke u bindur se kush ishim. Po, kuptoj. Doja gjithashtu të pyesja Adike në lidhje me fëmijërinë tënde, sepse kjo ka ndodhur para shumë kohësh edhe mendoj që në atë kohë ka pasur shumë vështirësi, shumë sprova që ju keni kaluar. A mund të përmendesh ndoshta një nga sprovat që ti e cilëson nga më të rëndësishme që ka patur ndikim në rritjen tënde si fëmijëri në atë periudhë? Periudhë kishte sepse i kja në shkollë. Edhe dishin edhe se dishin, por kishim atë, si thonë, e kishim emrin Malok, po vjen kjo Malokja, sepse isha nga Peskopia, në kupton edhe kam qenë shumë e ndrojtur, shumë e stepur, shumë duke pas detaja, por ipja shumë dashuri. Faktikisht, jam shumë e dashur, jam shumë e afrueshme, nuk kërkoj shërë, unë kërkoj paqë, kërkoj të jem e qetë edhe e lishme në këto aspekt tjetër. Edhe këtë detaja duke u afruar ato, duke kuptuar se kush jam, filluan të mos më përbuzëshin më, sepse kishim emrin, na e vishin atë nofkën e neve do ta pranoshim si na thoshin, se faktikisht aty ishin nga Peshkopia. Ato na vishin pastaj këto Malokët, erdhën këto Malokët, na bahan sikur çfarë janë. Por faktikisht gjatë gjithë jetës time, derisa mbaj mend me fjalë shumë detaja, kemi qenë të varfër shumë, nuk kishim rroba të vishnim ose do ishim shumë të stepur, kishim të varfër me fjalë, nuk kisha shumë rroba, doja t'ikja diku, nuk kisha për shembull të vishja, por fal babit që punonte ditë natë, si neve na vinte
na vinte ato që kërkoheshin nga fëmijët, ka qenë i përkushtuar për fëmijët mami dhe babi. Mbasardhja që erdhëm në Bradashesh pastaj, mami filloi punën në shtull, babi ishte minator aty në Argjil, dhe filluam të nënkëmbshim duke ecur përpara, duke pasur kishim rrobat ishin pak më mirë. Filluam televizorin e parë ishte kush kishte televizorin e parë në lagje ishte kush ka është bërë. Edhe u mblidhshin pastaj komplet lagja ku ishin se s'kishte njëri televizor për shiku filmat shqiptar. Ishin qef të ngjoshin fëmijët, edhe i fuste babai në dhomë e ushtronte që mos ftoheshin, por llogariteshin një lagje, aty vinte tek ne vetëm për televizor. Dhe babi thonte në të vi kush del, në të vi të shikojnë se janë fëmijë, kanë qef, të dinë edhe ato. Por kjo me fjalë na ka bërë që ne krijuam atë, hoqëm ato opion e keq dhe morëm atë që jemi dashamiras, jemi të dashur, pranojmë fëmijë ose gjithçka që ishim në lagjen tonë. Duket që vjen nga një familje shumë e mirë që të përulur edhe pse ndoshta kam pasur paragjykim, po prapë kanë qenë të dashur, dashamirës me tjerët edhe kanë ndryshuar opinionin siç të dhe ti. Të dia kur ishe e vogël, a mendoje për besimin, për Zotin? Kishe ndonjë moment kur ishe e vogël që ti ndjeve praninë e Zotit? Ishta shumë, sepse lutesha, thosha o Zot, edhe atë kohë, se kam qenë e vogël, u drejtosha tek Zoti me sa dija unë. U lutesha o Zot, më ruaj, o Zot, më largo këto njerëzit që më përbuzin. Që atë herë unë kam pas po ca detaje që e kuptoja veç që kisha nevojë shumë të dija më shumë për Zotin faktikisht. Babi im me fjalë e kam treguar edhe këtë në kish, ishte musliman. Dhe ai shkoi në Mekë, shkoi atje në Arabi dhe më thonte mua ti je bë kaurre. Je kaurre. Nuk të pranoj edhe si vajzë, thonte. Sepse ti nuk duhet të ktheje, do të mash musliman. Edhe unë i fola, babi në gjokë këtu. Ti mund më thuash, mund më shash, mund më bësh si duash, por unë në librin e Kuranit nuk i kuptoj fjalët që thohen aty. Kurse në Bibël apo në librat që lexoja, ato janë sikur po lexoj një libër apo një roman. Dhe unë isha më e kënaqur me librin që lexoja atë Biblën apo tani që po lexojnë librin e Mormonit, unë jam shumë e kënaqur sepse i kuptoja fjalët që shkruheshin. Nëse hyn ta lexosh librin, duhet nëse se kupton ti kthehesh 2-3 herë dhe ta kuptosh tamam se çfarë flet, për çfarë kur unë kam lexuar librin e Mormonit, janë shumë detaja që japin të kuptosh që në atë është po e përjetojmë dhe ne sot, dhe pse është përjetuar më përpara. Siç kanë qenë këto që bëshin organizimet për të se ky di më shumë se unë dhe ky nuk di më shumë se unë, apo se këto po flasin kështu dalin më të fortë dhe ne jemi më të urtë. Çfarë të bëjmë për ai ishte djalli që i bante njerëzit të ktheheshin kundër njëri tjetrit. Edhe besoj se e ke ndjerë që libri i Mormonit është i vërtetë edhe Biblës kur është i përkthyer mirë, është i vërtetë. Na trego pak se si e njohë kishën më pas dhe çfarë ndodhi me ty në atë periudhë, se na thej që kishe pasur dhe kundërshtime me prindrit. Po shumë kundërshtime, jam njohur në kish, por në kish unë kam qenë këtu në Bidha dhe më përpara vazhdoja në një kish tjetër në Joshua, ka qenë kisha që sot është në Elbasan tek stadiumi poshtë, ka shkuar atje shumë kohë, por atje mua nuk më pëlqente pagëzimi si u bante atje. Kurse kur e ka marrë vesh babi që unë kam ikur atje, babi ka qenë shumë kundërshtar, unë nuk të pranoj në shtëpi dhe të kur të vdes nuk dua të mjesht të familja ime, apo shikonte ca gjana që
unë kisha qef, të lexoja, doja dija shumë për Zotin, faktikisht. Atë Kuranin nuk e kuptoja fare, se çfarë ishin ato fjalë që fliteshin aty, por kam shkuar në atë kishën që thash dhe njerë, isha jo i kënaqur, kurse në këtë kishën që jam njohur që kam misionarët më kanë takuar në rrugë, dhe ato që kam afër më ka pagzuar njëri nga ato djemt që kam sjell thotë unë atje, njëri nga ato thash unë kisha qef të më pagzonte ai që më njohti me këtë kishë. Dhe pyeta presidentin që a është e mundur të më të pagzoj këto misionarët? Po, tha, është e mundur që të pagzojnë këto. Po, ja. Se që kam në krahun e majt, ai më ka pagzuar dhe këto kanë emra, unë nuk i mbaj mend si emra, po i mbaj mend si detaje, por ai më ka pagzuar që kam në krahun e majt dhe më ka ardhur me familjen e tij këtu në Vidhas, me gjithë dhe foton unë e kam dërguar dhe kam qenë jam dhirë aq e lumtur, aq e kënaqur, sepse erdhi familja, prindit aty, vëllezërit, motrat, të gjithë më erdhën në takuan mua dhe kur i kam folur atyre prindeve lumt çka keni rritur ju, sepse ai ishte me po, këto të gjithë janë familja aty komplet, ka ardhur direkt te dyqani ku isha unë dhe jam ndjer shumë e kënaqur. Po them që gjëja më e mrekullueshme, unë po fluturoja, sikur e ndjeja sikur kisha pjesëtarët e atij familjes që ishin edhe pjesëtarët e mi, familjes. Kur jam pagzuar, në fillim e mora si shaka, faktikisht, duke thënë që e lash sim pas dore, i lash numrin e telefonit, ato më morën prapë në telefon, më kanë marrë 2-3 herë, unë pastaj vendosa, por para se të shkoja në këtë kishë, ishte vajza ime që shkonte në kishë, Denisa, dhe ajo është e pagzuar në kishën tonë, dhe më folte gjithmonë, oj mami, është shumë mirë, ne duhet të shkojmë atje, kam dalë, po, vajza që është e madhja, ajo është e pagzuar Denisa, tjetra është Mbesa, dhe jam shumë e lumtur kur dhe ajo ma bëri prezent dhe më prezantoi komplet, mami, ne duhet të shkojmë, është shumë mirë, pagzohemi të dyja, thote, edhe faktikisht doja të pagzoja në muajin maj, edhe ditën e lindjes, kur jam pagzuar, por nuk arrit se nuk ishtin ditët që ne mund të pagzoheshim atë ditë, por në muajin maj jam pagzuar ditën e lindjes, muajin e lindjes time. Pagzimi ka qenë gjëja më e mrekullueshme që kam ndier faktikisht. Ku jam futur në ujë dhe pastaj do merrja atë shpirtin e shenjtë dhe do kam qenë sikur fluturoja atë masi mora të shtunën frymën e shenjtë nga vrezit dhe nga pristëria, ishte gjëja më e mrekullueshme që kam ndier në shpirtin tim. Dhe vazhdova të shkoja në kishë, të lexoja, të dija shumë për kishën, por bëja nga një shkëputje, sepse u ndjeja nga një herë si nuk e di, aty për shembull në kishë, sot dalin të gjithë dhe flasin, kurse përpara sikur ishin caktuar vetëm pak njerëz. Ky dhe ishin dëshmi apo do jepshin një lutje, kurse sot pas shuna japin lutje të gjithë, në taktojnë të japin dëshmi, në taktojnë të japin biseda. Unë kam qenë prej 3 vjetesh i pjam mësim të shoqata e ndihmës dhe na ka bërë që të kuptojmë që me të vërtet kjo është kisha vërtet. Kjo është kisha që ndihesh me të vërtet që në këtë kishë është kisha e shejtorëve ditët më vonshme, por kisha e vërtet. Dhe në pagzimin që unë kam bërë, kam qenë shumë e lumtur, shumë e privilegjuar e ndij veten dhe Zoti ka bërë kaq shumë për mua sa
as vetë nuk e besoja, ose ta di më shumë që çfarë është me të vërtetë, çfarë bekimi më ka dhënë dhe që mbaj frymën e shenjtë, ne duhet ta mbajmë gjithmonë, ta kujtojmë, lutemi tek ai dhe jam e lumtur jashtëmase, jam shumë e lumtur. Faleminderit që ndave gjithë të emocione me ne, sikur na ktheve edhe ne pas në pagzimet tona, që është gjë shumë e bukur që ti ruan kujtime, po mbi të gjitha që je kaq shumë mirënjohëse për bekimet që të ka dhënë Perëndia, po jam e sigurt që ke pas dhe sfida, po më pëlqen që ti je gjithmonë pozitive, si ato të mirat. Na tregon dhe pak si u përgatitet ti për pagzimin përveç anës emocionale. A kishe pyetje, dyshime në atë kohë? Kisha se dikush më thotë ç'a bani, ku do shkosh, se do ikësh, çu do pagzohesh, duhet ty të pagzohesh, çu do e kupton këto ishin ne kemi në përgjithësi këto, por në fillim kisha dhe si zor, si turp, atë shkoja mos shkoj, ata baja mos a baj. Isha në dilemë, por lutesha në darkët dhe thosha o Zot, më jep ti rrugëzidhje dhe si të veproj, atë shkoj apo jo. Dhe gjithmonë Zoti më ka dhënë atë frymëzimin që unë të vazhdoj të pagzohem, sepse me të vërtetë në Zoti na lën në sfida, na jep sfida. Kam pas shumë edhe unë, shumë sfida në jetë. Por këto sfida janë për na vënë Zoti në provë. Se sa ne besojmë tek ai, se sa ne jemi të dashur për të dhënë, se Zoti thotë, fal ti që të falun ty. Ne duhet të falim. Do të jemi të përulur, do të jemi të përkushtuar për gjithçka, edhe të jemi besnik deri në fund. Jo sa për të thënë, ai na njeh të gjithë me emër. S'është nevoja fare që ne të bëhemi si ditur, të bëhemi sikur kush jemi, ne nuk jemi askushi. Para Zotit nuk jemi askushi, ne jemi ato delet që ai bariu që kemi, Jezu Krishtin bariu, është bariu më i mrekullueshëm që din të na mbledhë, din të na çoj, dit na japi udhëzime, dit na japi na nxjisi të ecim përpara. Po, më pëlqeu shumë kjo analogjia që përdore midis shërbyesit, domethënë Jezu Krishti që bëhet bariu i mirë, edhe ne që jemi delet e tij, jo thjesht dele që thjesht shkojnë në fush edhe ton kullosin, po jemi ato si thua gjëja më e rëndësishme për të, sepse edhe në shkrimet e shenjta flitet që nëse një nga delet humbet, bariu i mirë do të shkojë dhe ta gjejë atë. Kështu që është, domethënë do thotë shumë për dashurinë që Perëndia ka për ne. Tani Adivia, ti e di që në jetën e çdo antari, misionarët ka një ndikim shumë të veçantë në rritjen tonë shpirtërore, por edhe në eksperiencën tonë në kishë si antar të rinj. A mund të na flasësh pak në lidhje me këtë, çfarë ndikimi kanë patur misionarët, motrat misionare në aktivizimin tënd në kishë? Do kanë, për mua janë, ju kam thënë gjithmonë dhe i them gjithmonë, ju jeni ajo fara mirë, që vini shkëputeni nga gjithë bota, lini çdo gjë veç dhe motrat to kemi dalur këtu në familjen time ku kanë qenë. Dhe kur u flisja gjithmonë këtyre kështu me të vërtetë meritonin, ato janë ato fara e mirë që hidhet në një vend të caktuar dhe atje fara mirë do japi prodhim. Këto na jepshin dashuri. Por edhe ne i jepshim dashuri këtyre dhe kanë qenë shumë të kënaqura me ne. Edhe ne me ata fole qesh, ato kishin problemet e tyre dhe ne shumë nga ne nuk i dishin hallet e tyre, por sa vishin dhe meshin përsëri për misionin që ishin caktuar të vinin, fillisin të kuptojnë që këto janë shumë të qeta, këto s'kan asnjë problem, këto s'kan asnjë gjë, por faktikisht Zoti që i dërgonte këto për të shpërndarë fjalën e mirë, për ne ishte një uguri i madh, sepse ne ecim përpara, ne kuptoshim, edhe këto mësoshin nga ne, po dhe ne mësoshim shumë nga ata. Ja, motrat këto janë, është kënaqësi e madhe unë që kam lidhje edhe sot me ta, unë flas dhe komunikoj edhe pse kam marruar misionin, më kanë ftuar dhe kur janë martuar, do vish ti kemi ftuar sepse u flisja shpesh dhe unë duke i ndihmuar ato sa mundeshim ne për t'i ndihmuar, duke i thënë që
ne duhet, edhe ne na keni krah, nëse keni nevojë për ne, na thoni dhe ne do ju ndihmojmë. Sepse mos beshoni ne shumë, sepse ka edhe njerëz të ligë. Por ju thjesht luteni kur e shikoni veten ngushtë, dikush gacmon se djemt i kanë këto gjana për vajzat. E vajzat, për shembull, djemt ishin mashull, po djemt shqiptar, më shumë ose ka do atë që shkonin. Mos u luteni, thoja ulur, më atë moment luteni se Zoti do ju gjendet afër dhe do ndihmojë dhe do hesni përpara. Ato më thoshin ti për ne je si nani i dytë, sepse na jep kuptojmë që me vërtet po i mësoja me shpirt sikur i kisha vajzat e mia. Faktikisht ne ishim në një kishë, ne jemi një familje. Dhe kur dikush më i madh të jep të flet një fjalë që është me vërtet, kuptosh që është e drejtë ajo që ti po i flet atyre. Shumë e vërtet. Faleminderit që ka një dashuri kaq të pastër me misionare, sepse di që edhe ata janë shumë i njohës ndaj teje, besimi që ti akoma mban në kishë, sepse si një misionar i kthyer nuk ka gëzim të madh që shohësh që njerëzit që ti ke mësuar në kishë janë akoma aktiv, vazhdojnë që të besojnë, që të shkojnë në kishë, dhe është një gëzim shumë i madh për ta. Mund të na flasësh tani Adivie për shërbimin në kishë, a ke patur mundësi që të shërbesh në një kapacitet dhe çfarë ke mësuar ti rreth shërbimit? Unë shërbimin tim, më fjalë kam qenë mësuese, kam dhënë mësim për te shoqata ndihmë. U kam dhënë vjet, u kam bërë të gjithë nga një kapele, nga një shall. Ja dhash dhuratë. Ato çifti që ka qenë amerikan, u kam bërë, i kam dhënë shall, kapele, ja kam bërë si dhuratë të gjithëve dhe i pyesja, doni meste, doni nga një shall apo doni një kapele? Të gjitha nga këto unë i bëj dhe ja bëja dhe ai jepja si dhuratë. Jam ndier shumë e kënaqur. Kur kanë ardhur këtu, nuk i kam përcjellur asnjëherë bosh. Unë kisha sheg, kurma, nuk kisha diçka ja jepja me vete. Apo çfarë kisha? Shpirt kam unë, nuk dua sepse na ka mësuar Jezu Krishti, ta ndajmë gjithçka bashkë, ta ndajmë kafshatën, ta ndajmë me vëllezërit e motrat tona. Mësimin që jap, që lexoja, bëja pyetje, e lexoja vetë, jepja detaje, u jepja motrave titullin e se çfarë do jepshim për atë mësim, por ishin dhe ato të përgatitura. Ishin një, për gjithë një, për fjalë. Ishin tamam që duhet për mësimin. Ma të fillim e kisha çik vështirë, se thosha unë më ka faktuar që do jap mësim, atë jem unë e aftë. Ti flas atyre mësim ku unë s'kam shkollë. Dhe këtë lidhja me fjalë sa diem, por 2 herë pastaj erdha në shtëpi u luta tek Zoti duke thënë Zot, a jam e aftë unë t'jap edhe më jep mu fuqi ti, por Zoti më ka dhënë atë kurajën e madhe, tesja përpara, shumë dëshmi kam përjetuar shumë gjëra, kam pas bashortin shumë sëmur, dhe ai sot nuk jeton, më ka vdekur, por ka marrur motrat e vëllezërit atje, kanë lutur në sëmundje, e kam përjetuar, jam drejtuar Zotit në moment kur ka ardhur bashorti i vdekur në shtëpi, jam drejtuar duke kam përpitur për jashta, o Zot, vetëm më jep durim deri në fund për largimin e bashortit tim. Por me të vërtetë më ka dhënë fuqi, më ka dhënë forcë, më ka dhënë dashuri që unë të heci përpara, dhe pse se kam bashortin, unë atje ne do të takohemi prapë me bashortin tim ku shkoj dhe jemi bashkë dhe atje. Dhe për sa të jam e përkushtuar në familje, të jap dashuri, të ndohem atë mundësinë të mia, dëshmitë që kam unë janë të pamas. Më pëlqeu fakti që ti the me anë të shërbimit nuk është thjesht të japësh, por edhe të marrësh, të japësh mundësinë antarëve të tjerë që të shërbejnë ty,
që dhe ata të përjetojnë të njëjtat bekime, siç ti ke përjetuar ku ti ke shërbyer zellshëm në kishë me thirrje të ndryshme. Një pyetje tjetër kisha në lidhje me këtë, si e sheh shërbimin ti, jo vetëm si detyrë, por edhe si një mënyrë jetese. Do të thënë si mundet që një antar ta marrë një thirrje si një diçka që ata mund ta bëjnë me plot dashuri dhe me zell, sesa me detyrim. Nuk është detyrim. Ai ne kur marrim një thirrje, diçka Zoti e ka bërë dhe ato që ne jemi të afta ta japim atë mësim. Ta japim. Është Zoti ai që na zgjedh ne, por duke marr dhe aty të gjithë vendimin e shoqatës apo ku isha vjedhur unë, dhe kur janë dakord komplet që unë diçka t'i jap aty, me të vërtet ti përkushtohesh më shumë, duke dhënë mësim, duke lexuar, duke ti jesh e dashur, marrësh dashuri, t'japësh dashuri. Kjo është prioriteti i kësaj kishës tonë, sepse kjo është kisha e vërtet. Me të vërtet shqitorëve ditëve të mëdhenjshme, por ndjehem shumë e lumtur, ndjehem shumë e kënaqur, ndjehem nuk di çfarë të them, jam shumë e përkushtuar duke ditur që diçka un kam këtu në lagje dhe u kam shpërndar librin e Mormonit, kam folur për kishën tonë, i kam marrur kur kemi pas Krishtlindjet, i kam ftuar të vinë në udhëtime, ku dhe kemi kanë ardhur, shumë njerëz kam ftuar, kam bërë shumë pestar në kishë, që sot edhe nuk janë shkëputur, por nuk e di, duke u folur shpesh, njërën e kam komshie këtu, e shpërfaqësuar në kishën tonë. Por ndoshta nga puna janë larguar, apo nuk e di më shumë, sepse ne nuk duhet bëhemi të bezdishëm duke i thënë pse s'vjen, por ne duhet i themi, hajde se na mungon, hajde se ne kemi të duam shumë, se më jemi në kishë bashkë. Kam një komshie tjetër këtu, dhe unë edhe ajo është në dilemë, mos vi, por kur unë i them që unë nga Zoti kam pas mira, ai Zoti na njeh shpirtin që kemi, kur unë kam folur ato janë shkëput edhe kanar kish kanë dëgjuar, kur unë kam dhënë mësim dhe përgjigjet që janë kthyer nga motrat që kemi aty. Edhe unë mundimin e kam bërë mundimin me gjithë shpirt, me gjithë dashuri, jo se kush jam, nuk jam askushi. Unë nuk jam askushi. Jam thjesht, tash dhe njerëz se ajo Delia që neve kemi bariun shumë të fortë, që nuk na lënë të hundemi. Apo na kujton, unë shpërndaj fjalët tek të gjithë u shpërndaj fjalët të shenjta, sepse e kam aplikuar në telefon, se këto teknologji të janë që duat të shpërndaj diçka. Dhe kam pyetur vëllezërit, motrat, të gjithëve, u thoj të gjithëve, a u bezdis fjalët që unë nuk bie, jo, na vjen shumë keq që na ban, që të kuptojmë dhe të mësojmë më shumë. Dhe unë një ditë që nuk çoj diçka për të librat e shenjtë, kam i bëshllëk në zemër, çka kam lënë mangë. Se edhe ndonjëherë edhe nga punët harrojmë, por unë kam prap telefonin që e kam bërë, që kur kem kohën e lutjes dhe studimit, më vjen mesazhi, tani është koha lutjes dhe studimit. Dhe unë atëherë ulem, i lë gjithçka, të lexoj diçka, ose të shpërndaj fjalët që kam, edhe i lexoj ato, për sa minuta. Asnjëherë ne nuk duhet të themi që nuk ka kohë. Koha thjesht duhet ta vendosish vetë. Ne nuk duhet të jemi shumë me televizorin e të dëgjojmë, por lexojmë atë diçka. Aty mësojmë shumë gjëra, kur ne lexojmë, kuptojmë, i kthehemi 2-3 herë, kurse kuptuam, të jep kuptosh shumë gjëra. Vërtet se më pëlqeu që ti e përmende këtë, se unë
Po e mendoja, sidomos kur mora vesh që ishe ti e ftuar ajo, gjëja e parë që merri në mend ishte ti ndash shumë shkrimet me mua, edhe nuk është bezdi, po është e kundërta, është kënaqësi se ndonjëherë ka edhe ditë që ne nuk arrijmë të lexojmë shkrimet, edhe thjesht ai mesazhi që ti çon disa vargje, ndonjëherë për mua ka qenë që un kam lexuar vetëm ato për atë ditë, që ka qenë një gjë shumë e mirë që ke bërë. Unë ndonjëherë ndjehem keq që nuk të kthej gjithmonë përgjigje apo nuk të falenderoj. Kështu që ti vazhdo të çoj ato se na ndihmon shumë. Jo, unë se kam thënë dhe shumë njerëzve që nëse e keni bezdi, më thoni, nuk e sill ma, por unë e ndjej boshllëk nëse unë diçka nuk e shpërndaj faktikisht. Po mua më pëlqen se ti përveç se jeton në gjillin, e ndan në të me tjerë, që kjo është shumë shumë e rëndësishme. Po çfarë ti na tregove që ti lexon shkrimet, lutesh, e ndan në gjillin me tjerë, po a ke ti zakone, gjëra që ti bën që janë fryti i besimit dhe të ndihmojnë që ti të jesh e fortë pavarësisht sfidave? Çfarë bën ti që rrugtimi jot mos jetë shumë sfidues, ti të jesh e fortë në besim? Unë lexoj, vetëm lexoj. Dhe lexoj dhe lutem. Dhe kjo është, apo flas kudo që shkoj, se përpara kisha turp, thoja, po shkoj në kish. Por tani i them, ku po shkoj, jam në kish. Po ç'a bëni më në kish? Edhe unë i them, to jam në kish. Nuk vëm asgjë. Se sa më thonë mu, ne shkojmë në kish, nezim qëri, edhe aty e quajmë, jo, thash, neve bëjmë durëm, se të gjitha marrim atë sakramentin, apo kemi orën e dytë që flasim, të ndarë, jem të veç, gratë veç, fëmijët veç, reja veç, dhe ato ngelen të shtangura, ngelen kështu se thonë, ne dishim se, bëjnë, nuk për mazë, japë një të vjetën, unë jam shumë e saktë, jam e rregull në një të vjetën time, sepse unë kam dhirë një harmoni, gëzim të madh, por unë e japa një të vjetën, edhe e plotësoj siç duhet me ba, sepse ajo është gjëja më e fuqishme për ne, kur ne një të vjetën e japim në kish, apo kam çuar dhe rroba, kam bledh rroba, kam ndarë njerëzve që janë në nevojë, kanë shumë njerëz që janë nevojë për rroba, për shumë gjëra, dhe unë e kam pas dhe e kam se duke dhënë, duke çuar diku diçka, se e di që janë në nevojë për këtë punë. Shumë faleminderit për gjithë të shërbimet që ti ke bërë. Kur flisje ti, unë po mendoja që ky shpirti jot ka qenë gjithmonë kështu dhënës i mirë, kështu. Nuk e di, a ke bërë shumë ndryshime ti mbasi je pagzuar? Si e ka përmirësuar ungjilli jetën tënde, cilësinë e jetës? Sa shumë ka përmirësuar, sa shumë dashuri na ka dhënë. Nuk kam qenë kjo që jam me vërtet. Unë me fjalë, duke lexuar aty, pam që të kuptosh që jeta nuk është, por për mua jam totalisht e kthyer në besim, e përulur, kam fal shumë njerëz, kam folur edhe pse kam me komshien që tash që kam tut smur 20 vjet pa folur, por si vi pa shorti, ajo erdhi u afrua familje time. Por e fala, ja thash të gjitha, ka ishin për ta, duke me dashuri, jo me të nxeme, se na kam su kisha ne, jemi të përullur, jemi të dashur, shpëndaj fjalën e mirë, farën e mirë si që shpëndaj misionarët, fami dhe ne thjesht si misionar, sepse të dim me të vërtet që neve po shpëndajmë të diçka, por jemi të lumtur. Jemi të lumtur. Unë për vete jam ndryshuar 100%, jam ajo, kam qenë. Kam tjetër që për mua isha është gjëja më e bukur, gjëja më e mirë që kam njohur, që di dhe është me të vërtet. Baba im ka qenë në Mekë, por kur erdhi ai kishte thënë profetit atje. Unë e thash ju para se me fol me vllajën dhe ka ardhur në familje dhe më shpërulur mu, dhe ai kishte thënë, ty nuk të quhet kjo që ka ardhur në Mekë, nëse ti ke mallkuar vajzën tënde. Ajo është ti jesh i lumtur që e lutet, një Zot është për ti. Kishte thënë profeti atje ku kishte qenë babi që ishte
që shkonte në Arabi atje. Dhe ka ardhur babi e shprullur në gjuhë dhe më ka thënë birë të më falësh. Jo, sa për sy faqe, thotë të më falësh me gjithë zemë. Babi kam qenë para atij dhe duke thënë, o babi kam falë me gjithë shpirt. Për gjitha dhe unë ngritur dhe atëherë më vinte shpesh se u shkëpute dhe nuk vinte tek unë, nuk shkojmë ka urrja. Më thonë. Dhe unë prapë po them kjo kish për mua ka qenë gjëja më e mrekullueshme që jam ndjer në shpirtin tim. Dashuri pafund, dashurinë e duhet për ulje. Nga gjitha anët e ke, për mua ka qenë gjëja më e bukur, më e mrekullueshme. Jam shumë njohëse për gjitha këto që the edhe mendoj që fakti që ti e kështu është sepse jeton në Ngjillin, jo vetëm e di që duhet shkosh në kishë dhe shkon her pas here se ndonjëherë ne edhe bëjmë të harrojmë të lexojmë shkrimet apo të lutemi dhe timi të devotshëm te Zoti dhe thjesht bëjmë atë rutinën që shkojmë në kishë nuk e ndjejmë. Që është mësim shumë i mirë ky që ti bësh, ta jetosh në Ngjillin, të lexosh, të lutesh, të përpiqesh të bëhesh si Jezu Krishti, të japësh dashuri të falësh, siç ti e ke bërë. Kështu faleminderit për gjithë këto mësime. Gjëja që doja të pyesja tani është na fol pak për përditshmërinë tënde, si është kujdesesh për familjen, jetën familjare, ti je një shtëpiake, a mërzitesh ndonjëherë që je shtëpiake apo të sjell gëzim? Mu më sjell gëzim, jo përzitem asnjëherë. Unë futem në dhomën time, lutem para se me ushtri, lutem para Zot për gjithçka. Pastaj lexoj diçka, e rri pastaj aty në krevat, ngrihem mëngjes, lutem prapë ke Zoti, sepse më vjen ajo thash edhe një herë mesazhi, tani është koha lutjes, është koha e studimit, edhe unë lutem dhe ndihmoj edhe të tjerë të shpëndaj siç shpëndaj fjalët e Zotit. Dhe jam shumë e lumtur, jam shumë e kënaqshme. Nuk jam fjalë mërzitme. Unë po mërzita për shkak të tal. Flas me shoqe, flas për kishën, flas vajtja në kishë, po i kam pak larg, se unë të premte shumë, unë i thash dhe atyre jam gati, më kërkoni çfarë doni, unë jam e gatshme të jam gjithçka. Ka duhet, çfarë ndihmë kërkoni, çfarë, sepse deri dje isha unë ajo që kisha nevojë për ndihmën e kishës, dhe kisha më ka dhënë ndihmën time, sepse unë jam operuar nga zemra. Dhe kur jam operuar nga zemra, kisha nevojë faktikisht për ndihmën e kishës. Po çfarë ndihmë kërkova? Kërkova ndihmën të luteshin për mua. Motrat e vëllezrit që u shpërndaj fjalët, ato bashkuan me lutjet me vëllezrit në Tiranë, apo më thash të lutem se tani sot bëj atë operacionin në zemër. Dhe kur unë kam marrë u luta para, i thash doktorit kur vajta atje, doktor, para se të më operosh, unë dua të lutem frikë dhe pastaj bëni çfarë të doni ju më por lutja kam hyrë kaq optimiste që je ti, tha, ke për të kaluar kaq të lehta, kaq mirë si do të jetë operacioni jot. Rrallë dhe hiç të na vinë me kaq kuraja. Ti je ti, tha, me kaq optimiste që je. Tash po kam optimiste jam sepse kam Zotin. Ai më ka dhënë të fuqinë. Zoti që unë mos kem frikë. Mos kem sepse sido që të jetë në para Zotit, kur lutemi tek ai ne kemi një dashuri të patame. Unë kam ardhur në shtëpi mas operacionit, në shtëpi dhe kam lexoja dhe kërkoja të më merja atë bukën edhe ujtin dhe kërkoja të kishët më vinë në shtëpi të më japin atë se e ndjeja mungesën që unë nuk po shkoja dot në kishë se nuk isha aftë shkoja atje në kishë. Dhe ato e kam marrë sakramentin në shtëpi. Jam minjos pa fund që më plotëson dëshirën që mëra atë po operacioni, pastaj si mbusha një muaj në shtëpi, gjatë lutjeve të mia më thonte fryma e shenjtë, kish, shko në kish. Dhe kur më kanë parë mund që kanë vajtë në kish operume, janë mahnit të gjithë. Si ka ti operume, pa e mbushur atë tjerë, por e ndjeja në shpirt që duhet shkoja në kish.
Dhe kjo ishte fryma shenjtë që për mua më thonë të kish. Gjithmonë më dilte në ëndër dhe kjo, edhe unë ja vendosa ai kanë kish. A shoti më të kishte më thotë, do shkosh te kjo për do iki, me këtë fuqi që kam, mund të më japi Zoti kuraja, do eci dhe me të vërtet, unë mas operacionit kam shkume në kish pastaj jam djerë, sikur s'kisha asnjë gjë. Sikur ishe, jo se isha operuar nga zemra, por sikur isha thjesht, po shkoja me dashuri, me kam shkuar në kish. Diçka që unë vura re të ty, Adivie, që më befason shumë është besimi i fortë që ti ke në Ungjil, në kish, gjithashtu dashuria që ti ke për shkrimet e shenjta, dhe po mendoja që si është të jetosh besimin në një realitet të thjeshtë dhe të qetë, si është edhe në fshatin e Vidasit. Ka njerëz në fshatin tënd që ndoshta nuk janë antar të kishës, por të mbështesin ty në rrugtimin tënd të besimit? Ka njerëz që kur unë flas dhe i tregoj të vërtetën, i them kjo është kisha jonë e vërtet, bravo të qoftë, lumt, të shkon, është shumë mirë, por është shumë mirë këto janë, po jesni dhe ju shikonja, provonja dhe juve e ta dini se kur vini në kishë është çfarë dashuri e merrni. Kam marrur 2-3 motra, i kam njëra është nga Lushja, por kur vjen te vajza në Elbasan, më merr në telefon i them, hajde do vish në kishë sot. Po thot mua, do vi. Dhe kur ka ardhur, thash unë si ndjehesh? Dhe isha shumë dhja se qa do thot, si do ndihet, a do ndihet mirë, isha unë në siklet. Pastaj kur ajo dëgjonte se si veproshim apo çfarë bëshim, edhe unë pastaj e pyeta pastaj mbrapa duke thënë, "Më si të duk kisha?" Po hadi s'kishe fajti që thoje, me të vërtet kjo të ban të tërhiqka, të vije prap në këtë kishë. A do vish, i thoja unë arretën tjetër? Po, të ndaj, do vi. Dhe unë nuk naqa vetë, por para se të vishin, isha shumë delem, isha në speklet. Po, se qish do e marri, da pëlqej kishën, a do pëlqej njështë, por kur ajo na shikon të ne që i shkoja, i takoja të gjithë vleza monet, në këtë rast jetë është ne mati. Motër vëllathash, edhe me të vërtet është jemi një familje, quhemi një familje, motra e vlezër, aty jemi të. E ne, kur ne do vdesim, do jemi bashkë prap aty ku të shkojmë. Dhe kjo na bën ne të ecim shumë përpara, të ecim, të thojmë se kemi një Zot që na drejton. Dhe ai na pret ka hapur, ku gjithmonë ai thotë eja tek unë, me krah hapur. Kjo është gjëja më e mrekullueshme që ndjen njeriu në dashurinë e vet. Që Zoti na jep neve. Po, më pëlqen shumë që edhe në të thënë jeton ungjillin kaq hapur, kaq lirshëm me njerëzit e tjerë, por ti ke patur edhe mundësi që ta shpërndash ungjillin me ta, edhe ti inkurajosh ata që pse jo edhe ata mund të përjetojnë të njëjtin gjë që ne përjetojmë si antar të kishës, dhe të dimë të vërtetën për veten e tyre. Të kalojmë tani në një temë tjetër, flasim pak për familjen, se di që është diçka shumë e rëndësishme për ty. Mund të na thuash pak rreth marrëdhënies që ju keni me bashortin tuaj, por edhe familjen që ju keni krijuar së bashku? Është e vërtet, edhe bashorti im pa të ardhur në atë kishën që pa ta shku përpara, dhe lexoj dhe mësoj, ai e mori dhe ai shumë për zemër praktikisht, por e kishe të vështirë të vitet të pagëzonte, shumë të vështirë. Edhe duke i thënë unë që kur të pagëzohemi, ne do jemi akoma më të lumtur, pa hajde të pagëzohet. Hajde në kishë, i thoja gjithmonë. Më shoqëro mua, por e kishe shumë të vështirë sepse i fliqin prindrit, i fliqin edhe u step edhe nuk vinte shumë shpesh. Vetëm kur e merja në ajo, nuk e për shkuar, më thote shumë herë, nuk e për shkuar në kishë. Të lutem, i thoja unë. Vetëm në kishë mos më ngo, të mos shkoj. Gjithçka unë do t'i bëj gjitha, u detyroja, u ngrija mëngjes, i bëja punët, në ushqimin, ja bëja ilaçet, ja bëja gati, ja bëja gjitha, ta isha për bërë këto gjitha në mëngjes, që ai mos më nxirrte pengesë mu, nuk kam ushqimin, nuk kam bukën, nuk kam ilaçet gati, nuk kam këto, ja bëja gjitha, dhe pastaj kur isha orari, dilja dhe ikja, e thoja tani unë do iki atje. Gjithmonë pastaj u ba si ligj, ai vinte e premte, jam thotë bo, shtu nesër, pas nesër ikën ajo, ti të kënaqesh ti, je e qeshur se po të vjen dita dhe shkosh në kishë, më thënë. Por i thoja unë, vetëm kështu mos thuaj, sepse
jam me të vërtet e lumtur, por ti mos mund të më bë pengesë jam. Këtë mos më thuaj asgjë. Do shkosh të mua? Do vish në orar. Sa thoja ona, ikja, shkohet. Po ardhja nuk pjesë, unë s'makinën se kam personale. Kur që makinë do vi, unë kam njëri që do shkoj vend tjetër edhe nuk do vi shtëpi. A e kupton të dhe unë du të kem këtu afër të se më duket se ti për mua je doktoresh, ti për mua je pashote, ti për mua je shoqe, ti për mua thotë edhe unë kur ti largosh më duket se kur të smuam atë më. Jo i thoja, ke Zoti mbrojtje, ti e di shumë mirë, që ti ke pajë në kishte, e Zoti ne na ka në mbrojtje në çdo moment, kudo që të shkojmë. Dhe ai u bin pastaj, që unë të shkoja në kishë, ipja një të djetën, por i thoja gjithmonë bashortit që një 30.000 lekësh do ma heqish veç, e dua për vete. Tjera, pensionja ipja ati si që ishte në familje, në familje vetëm vajzën kam të pagzuar Denisën. Kurse nëse fjali janë me, po prap janë me lumë, agjërojnë kur janë këto të Ramazane këto, nuk janë, por më shohin mua që lutem apo kam diçka, nipin e vogël kur është mua nga një herë them se nana që për më mbakut. Edhe unë të dorën aty, o drejtohem Zotit. O nane, s'ka më bim me barku ma, thot mu. Iku bim me barku, thot mu. Po është Zoti, nana nuk çron nana, atë çron Zoti tash. Edhe Jezu Krishti ai që unë lutesha drejtohem tek ai. Dhe shumë njerëz ose kam motrave që kam shien që ashtë një kam 20 vjet nuk flitshin. 20 kot për fjalë koti. Dhe ajo sot i thot i bi kokës me kujtë, thot çka më bë unë që jam darë që u zëmrova për fjalë të thashë themet. Por faktikisht nuk ishte vërtet ajo që kishte marrë kjo kishte thënë dikush tjetër. Se këto thashë themet janë as djalli që fut në mes, që të largohesh nga njerëzit. Po. Më pëlqen shumë çfarë roli të rëndësishëm ka patur besimi në marrëdhënien që keni patur si familje, po edhe me bashortin, dhe më bëhet shumë qefi që ti ke vazhduar që ti mbash këto vlerat edhe për fëmijët e tu, që edhe ata ti marrin me vete kur të krijojnë familjet e tyre. Edhe një gjë të fundit do të pyesja në lidhje me familjen, e dim shumë mirë që gruaja në familje ka një rol shumë të veçantë. Jo nga ana aspekti që si thua mi mbajtjen e familjes apo kujdesin e familjes, po edhe roli shpirtëror që ndoshta nuk flitet shumë në lidhje me këtë. Çfarë mendon se është roli shpirtëror i një gruaje në familje që të mbaj besimin dhe të rrisi familjen e saj drejt një rruge të vërtetë? Roli i gruas është të japish dashuri. Të japish dashuri edhe të thuash kemi Zotin që na mbron, për çdo të keqe, për çdo sfidë, për çdo gjë që ne duhet lutemi tek Zoti tema. Nuk ka nevojë për fjalë bukura. Temu, lutu thjesht, drejtohu dhe lutu, kam thënë fëmijëve, sepse Zoti është ai që na mbron, Zoti është ai që na drejton, Zoti është ai që na jep rrugën e drejtë dhe të vërtetë. Ne jemi thjesht kur ne lutemi tek ai, për ulemi para tij dhe jemi besnik deri në fund, çdo njeri jeta ecën jo siç duam ne, po siç do Zoti na bëj ne ecim përpara. Ne nuk duhet bëjmë plane, planet na jep Zoti, plane ka ai për ne. Dhe ne duhet të jemi mikpritës, ta presim planet që ka ai për ne, sido që të jetë. Po sfidat që kalojmë apo na jep është për të na provuar ne me të vërtetë se kush jemi ne. A jemi besnik? A besojmë në Zot? A lutemi tek ai apo jo? Është më vërtet, nuk do ishim këto që jemi pa pasur sfidat apo jo. Po. Sfidat na bëjnë neve besojmë me të vërtetë. Sfidat janë ato që ne na vën provë Zoti. Kjo është prova që ne na bën Zoti, ne na kupton se çfarë zemre kemi dhe sa besnik jemi. Është vërtet. Shumë vërtet. Tani do të kalojmë te talentet dhe hobet që ti ke.
Na ke treguar që një nga aftësitë tua është puna e dorës. Na trego pak se si e ke mësuar, sa vjeç ke qenë. Nuk e di, punon me shtiza, me grep. Na trego pak si është kjo. Të gjitha i punoj, me grep, me shtiza, me gjitha i punoj. I kam marrë, i mbidheshin gjithë gocat, ose pundoren që në mësoshin të në shkollë, na kanë dhënë duhet të mësoshin, të qepshim, të qëndisim, të bashim tantella, qentra, triko, so dhe që në shkollën e kam mësuar këtë. Kisha dhe mamin shumë që ajo ishte pasioniste. Ajo thyrte leshin, apo edhe unë të unë e kam mësuar thyrjen e leshit, apo bërën e pundoreve. Unë e kam si pasion, unë aty anti-stres, kur punon diçka dhe e merr me dashuri, e mbaron shumë shpejt. E mbaron shumë shpejt duke me ikën stresi dhe do në morosh stythët ose lulet që do krijosh, apo do bësh. Kjo është gjë më e bukur. Është më vërtet. Faktikisht, di çfarë më kujtoa, sepse kur isha më e vogël, shikoja gjyshen, mamin që edhe ajo ka pas ditur dhe më thoshe gjithmonë mëso, unë kam mësuar pak e vogël, po nuk është se e kam praktikuar më dhe tani që ka kaluar kohë ndjem kështu, po shikoj ndonjëherë në internet, po them të blej nga ato librat që mësojnë që ta rikthej atë pak që kam ditur, sepse është shumë e vlerë puna e dorës, po tani faktikisht po harrohet nga brezi në brez. Qa do i thoshe ti të rejave që si puna ime kanë thënë që nuk ka ndonjë vlerë, po do ta kuptojnë pastaj si puna ime që është më e rëndësishme puna e dorës, edhe faktikisht ka shumë njerëz që e vlerësojnë, sidomos jashtë. Çfarë do t'i thoje që pse duhet ta mësosh një punë dore? Në çdo njeri, unë kam parë dhe meshkuj që po bëjnë pundore qendra. Punojnë triko, jo femnat, po femnat është gjëja më e mrekullueshme. I them të gjithë të rejave, ktheuni pundoreve. Punoni pundore dhe duke punuar aty, pundoria është anti-stres. Nëse dikush ka stres, filloj të bëj pundore, të bëj diçka, ai kënaqet me pamjen edhe figurën apo lulet që krijon dhe janë të nevojshme në jetë, sepse pa pundore zbukuron diçka, qendra, triko, kur unë më shokojnë pundoren që ti kam po e kam punuar vetë me grep, triko me grep, me grep e kam bërë. Janë habitur, prandaj them të gjithë të rive, mundohuni mos merrni me teknologji telefon, me këto çapo dalin tani dhe krijohet vrasje, krijohet shumë njerëz shohin që por t'i kthehen pundores, sepse puna e dorës është gjëja më e shkëlqyeshme. Është pastërtia e durave tuaja, jep atë pasqyrën tënde sepse duke punuar pundore ti bën një të mirë, i jep dikujt, i fal dikujt diçka, dhe Zoti është ai që neve na jep kurajo shumë. Na jep edhe durimin. Do durim, por do edhe të futesh me pasion. Të kesh pasion diçka, të lexoj librat e shenjtë, librat që janë shme pa fund, librat e shenjtë të lexojnë, mos merren me çfarë merren me drogë, me këto kafja e duhani, kur i kam thënë shumë njerëzve që në fishneve nuk e pin duhanin, nuk pim kafe, nuk pim sepse janë gjëra që të bëjnë futeni, nuk janë të shëndetshme për trupin tonë. Dhe dikush që nuk i pinë, nuk është larguar nga këto, mua më ka falenderuar shumë kur kanë ardhur në kishë, se pishin kafen me fixhana të mëdhenj. Thash shumë ti do vish në kishë, do të paguohesh, por do t'i lësh gjitha këto çfarë them unë. Me fjalë po fatë telefonin mbaje, po në telefon unë kam shkarkuar për shembull librin, mund të lexoj edhe rrugës kur ikim me autobus, lexoj fjalët e librat e shenjtë në libër, se e kemi të shkarkuar në telefon. Që është e mrekullueshme, mos u merrni me çan këto se po vriten më shumë, po vriten, ngjojmë që u vran, për këto u vran, por duke lexuar e duke përfundore, ecim përpara. Është shumë shumë vërtet, shumë faleminderit.
Ajo që kur po flisje, po mendoja që Zoti faktikisht është krijues, ka krijuar tokën, planetet, edhe kur ne punojmë me dorë, krijojmë diçka, ne zhvillojmë një cilësi si Perëndia, apo jo, kështu është shumë e rëndësishme. Jemi të qetë, ti e the që është antistres, kështu është vërtet shumë shumë bekim të krijojmë dhe është një formë arti edhe plus vishemi me to, kështu është ka vetëm benefite. Po, a ke ndonjë punim, ke bërë ndonjë gjë me punëdorë që ti je shumë krenar, ndoshta ka qenë e vështirë? Uh, Kur i kam nisur një mulesë avoline, aq që vështirë ka qenë për mua, po kur e kam dalë fund, pastaj, e sot nuk e kam atë, është grisur, por më tha mami, si a dole mami, tha. Mami tha që a dola me durim. Se duheshin bërë ato, kur u fejoheshe, martoheshe, duhen paja me vete, po çfarë ka bërë, thoshin ato, çfarë kanë thirrë, çfarë pundoresh ka marrë, çfarë ka sjellë te shorti, për shembull. Por kur ti hap ato qendrat, ato fikot, apo çorapet, mestet, apo so bëj dorashka, kapele, shalla, fiko, i punojnë, por fenohesh me punën tate që ke bërë. Po këtë krenim e bën sepse ke pas durim, do durim dhe ti futesh me pasion, me dashuri. Nëse diçka nuk e ke me dashuri, nuk e bën dot. Por kjo dashuri vjen nga Zoti. Është vërtet, unë jam mirënjohës ndaj talenteve të shumta që ti ke dhe krijimeve që ti ke bërë. Shumë më befason shumë, po më kthen edhe pak a shumë me dashurinë që unë kam ndaj gjyshes time, e cila ka bërë shumë punë me dorë gjithashtu dhe mbaj mend që edhe pse është diçka që nuk duket kaq e veçantë, sepse domethënë që të bësh në një çorape kështu, por thjesht ajo krijimi të dish që është bërë me anë të duarve, mundimin e gjyshërve është diçka shumë e veçantë. Kështu që faleminderit që ndave këtë me ne. Doja që të pyesë tani Ativje në lidhje me e dim shumë qartë që ti do shumë shkrimet e shenjta dhe ushqimi me fjalën e mirë të Perëndisë. Për ata që na dëgjojnë, çfarë këshille ti do ndaje me ata që ata të kenë një dashuri kaq të thellë siç ke ti për shkrimet e shenjta? Unë më them të gjithëve, kthehuni librave të shenjtë, lexoni me dashuri, sepse duke lexuar me dashuri, merrni dashuri, jepni dashuri. Lum kush jep dashuri në këtë botë sot, sepse kemi nevojë shumë për dashuri. Në ditët që kanë ardhur, që pa nuk po ngjojmë, kur ne lexojmë librat e shenjtë, ngrohet shpirti, jemi dikush tjetër, kthehemi në dashurinë e Zotit, sepse Jezu Krishti ju dha gjithë dashuri, sido që ti, edhe pse ishte larg, ai ishte ai që nuk shikonte, ai u kthye nga ande dhe i vuri dorën dhe tha ço tani, se ti ato, kjo është dashuria që jep Zoti për ne. Se ne mos i japim dashuri njerëzve, se ne mos jemi në ne të ecim rrugën e Jezu Krishtit. Të afrohemi pak se duke ngjitur shkallët amashamat, ne jemi ato që me të vërtet ndjekim rrugën e Jezu Krishtit. Shumë e vërtet kjo. Faleminderit që ndave me ne. E di që siç e the ti vetë, shkrimet e shenjta të japin atë fuqinë që ndoshta nuk e merr me anë të gjërave të tjera në jetë, por të jep fuqi apo jo, të jep edhe inkurajim që të bësh ato gjëra që shpëtimtari ka bërë dhe që ti të afrohesh me frymën e shenjtë. Kështu që është shumë e rëndësishme që të gjithë që na dëgjojnë të mund të marrin atë inkurajim. Unë për vete e kam marrë që të kemi një devotshmëri më të madhe për shkrimet e shenjta, një dashuri të madhe për fjalën e mirë të Perëndisë. Diçka tjetër që do të pyesja Ative, ti gjete ungjillin e Jezu Krishtit më vonë në jetë. A do doje që ungjillin e Jezu Krishtit ta njihje më herët, ndoshta edhe në fëmijëri apo adoleshencë, dhe çfarë këshille do t'jepi atyre që e gjejnë ungjillin më vonë në jetë? Unë do doja shumë ta kisha akoma më para të dashuri, se njeriu një herë me fjalë kthehet në rrugën e Zotit, por merr një dashuri pa fund. Mos kemi lakmi pse ka ky edhe pse ka ai, por të kemi dashuri dhe të japim dashuri. Kemi dashuri dhe të japim dashuri jashtëmasë, sepse Zoti na bën që ne kemi
të dashur, të ecim drejt rrugën e drejtë dhe vërtet, është vetëm rruga e Jezu Krishtit. Jezu Krishti është ai që na tregon rrugën, me të vërtet na pret ka hapur. Kjo është gjë më e mrekullueshme. Mësojnë të dinë më shumë në fjalët e Ungjillit, sepse kur njeriu mëson dhe jep dashuri, jeta vazhdon shumë në paqë. Ato që e marrin në vonesë si unë, ne të vazhdojnë, japin dashuri, lexojnë fjalët e shenjta, jenë pranishëm në kishë, japin një të dhjetën, të pagzohen, kam dëshirë të shkoj në tempull, po plas derisa të shkoj në tempull, sepse atje ndihesh akoma më privilegjuar, atje je afër te Zoti në tempull. Dhe vatja në tempull për mua do jetë gjëja më e mrekullueshme që do ndjej. Sepse më kanë folur shumë që kanë vajtur në tempull, që tempulli është ka tjerë akoma më gjëra shenjta. Ungjilli është më afër, i afër Zotit, i afër ndihemi në fjalë të gatshëm për gjithçka. T'japim për veten, duke drejtuar gjithëve që janë që nuk e din akoma, apo që do e ndëgjojnë këtë që ne po bisedojmë sot, jenë të zellshëm të vazhdojnë të vinë në kishë, dhe sepse kisha shqitorëve ditët më vonshme, për mua ka qenë kisha më e vërtet dhe ndihesh shumë e privilegjuar para Zotit, para shoqërisë, para gjithë motrave vëllezërve, sepse duke dhënë shembujt tuaj, për shembull shembujt e mia, apo duke dhënë dëshmitë e mia që kam përjetuar në jetën time, besoj dhe njerëzit tjerë do kthehen, besojnë edhe ta përjetojnë këtë që kam përjetuar unë. Po. Shumë faleminderit për fjalët e tua. Unë vetëm mund të imagjinoj që çfarë antare e fuqishme ti do të ishe në adoleshencë ose edhe në fëmijëri, nëse ti do bashkoheshe me kishën atë kohë. E di që ti do kishe një dëshmi shumë të fortë, por edhe do ishte një antare shumë e fortë në kishë. Dhe pavarësisht kësaj, domethënë unë jam i njohur që e zgjodhe Ungjillin e Jezu Krishtit më vonë në jetë. Si thot ajo thënia e famshme, më vonë se sa kur, apo jo? Shumë faleminderit, jeni të mrekullueshëm. Ju Zoti ju bekoft, e qofshi të lumtur në jetë, jeni të mrekullueshëm, asnjëherë. Dhe jeni bekim për familjen tuaj, duke marrë përkas që jemi neve, na bën të ndihemi akoma më të fuqishëm, akoma më të zellshëm, duke dhënë ju dashuri, duke marrë dhe ne dashuri nga ju. Shumë faleminderit. Unë i bashkohem gjithë atyre mendimeve të Xhonit, edhe e kam parë sa e fortë edhe sa gjëra të mira ke bërë në degën e Elbasanit kur vija dhe unë aty. Po dua të flasim pak tani për marrëdhënien tënde personale me Jezu Krishtin. Si do ta përshkruaje ti marrëdhënien tënde me Jezu Krishtin, edhe ku e ke ndier fort paqen dhe udhëheqjen e tij? Marrëdhënien me Jezu Krishtin. Për mua, Jezu Krishti është gjithçka. Dhe nuk ka gjë tjetër për mua. Ai është rruga dhe fysi. Ai është dashuri. Ai është shërues për ne. Ai është, do të them, për gjithçka për mua, vetëm Jezu Krishti është prioriteti im që dua të ndjej të kem në jetë, të eci përpara, të ndihem si ai, vazhdoj rrugën që vazhdoj ai që vuajti kaq shumë Jezu Krisht. Jam e njohur se që flet kështu, shumë e rëndësishme të kemi një marrëdhënie personale me Perëndin, me Jezu Krishtin, edhe e shikoj që ti me të vërtetë ke dhe e ndjen dashurinë e tij. Mirë, e kemi ardhur në fund. Unë doja të të pyesja se çfarë do të thotë për ty që ti jesh një shenjtore e ditëve të mëvonshme. Për mua është gjëja më e mrekullueshme. E kam kërkuar dhe e ndjej në shpirt që jam me vërtet të jem shenjtore e ditëve të mëvonshme. Është gjëja më e mrekullueshme që njeriu ndjen dhe të eci përpara sido që të jetë, të jemi besnik deri në fund dhe të jemi me të vërtet shenjtor me të vërtet. Të jemi shembull
duke dhënë shembull, shikojnë dhe tjerë dhe të bëhen shembull si ne. Shumë faleminderit. Jam mirënjohëse shumë për besimin që ke, për shembullin që je, se unë kur kam qenë vajzë e re, e shikoja shembullin tënd, sa e fortë, sa e dashur, ke qenë me mua veçanërisht, po dhe me motrat afër teje, kështu gjithë ato që ti ke thënë unë i kam parë, të jetuara, që nuk janë vetëm fjalë të bukura që ti mund të thuash, po janë fjalë. Më thënë, ti je me të vërtetë kështu e mirë, e përulur, e dashur, me shumë besim te Zoti, kështu jam mirënjohëse që të njoh, po edhe që njerëzit kanë mundësi që të njohin pak nga ty. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit juve që më morët dhe më pranuat tek ju dhe jam një mirënjohëse Zotit pafund për gjithçka që ai na bën për ne, na drejton rrugë drejtë dhe vërtetë. Po. Shumë faleminderit Ativje. Do të thënë, për mua kam patur mundësinë që të të njoh pak më shumë, sepse të them drejtën, kur filluam këtë bashkëbizetim nuk dija shumë rreth teje, por çfarë mësova rreth teje është që ti ke një dashuri shumë të pastër, të thellë ndaj shkrimeve të shenjta, edhe ndaj Ungjillit të Jezu Krishtit. Edhe për këtë jam shumë e njohur, sepse e di që të ushqesh me fjalën e Perëndisë është një bekim, një privilegj, edhe nuk duhet që ta marrin të mirëfillt, por të jemi, si thua, të devotshëm ndaj saj. Kështu që faleminderit për shembullin që ti je për bashkëmoshatarët e tu, edhe për Ungjillin e Jezu Krishtit që ti jeton me kaq devotshmëri. Ne falenderojmë edhe një herë të ftuarin ton Ativje Kasa dhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod numër 76 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë dhe gjithashtu skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Mund të na gjeni në kanalet tona në YouTube, Spotify dhe Apple Podcast. Mos harroni që na bëni subscribe. Në qoftë se ju doni të merrni pjesë ose njihni dikë që doni të ftoni, ju lutem na kontaktoni në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com ose na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale. Unë falenderoj shumë për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe miru takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.